Live from Tirana. Live from Tirana. Princess of China në rikthehen live from Tirana dhe nuk kemi vetëm, pasi kemi të ftuar të cilët janë këtu për të na treguar se pavarësisht e pasionit për shpejtësinë është ai që i ka shtyrë që të angazhohen me gara të ndryshme automobilistike, ata gjithsesi i respektojnë rregullat dhe të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe shoferët shqiptar. Mirë se erdhët. Ne që ju kemi këtu, jemi me Indrin dhe me Anin, dy çuna që janë shumë të pasionuar pas garave të shpejtësisë, por edhe pas të ngarit lifestyle apo jo. Përshëndetje vajza, si jeni? Mirë se erdhët çuna, një pasion për makinat, janë gjëra çunash, ndonjëherë e konceptuar që në fillim që kur ne jemi fëmijë, ku gocat merren me kukulla dhe çunat merren me makina, por në fakt sa e vërtetë është kjo? Fatkeqësisht mund të thuash që deri diku, por duke njohur dhe gestin e radhës që do keni në emision, ju siguroj që në shekullin e 21 nuk është e vërtet pothuajse fare. Kjo gjë ka ndryshuar, pra dhe gocat po i përshafojnë. Po mirë, ka dhe një stigëm tjetër për vajzat edhe gratë në përgjithësi që nuk janë shofere të mira nga ana tjetër. Po, sepse keni ngelur akoma tek telefoni, a kupton? Dhe normalisht ndahen o makina o telefoni, nuk mund të bëjmë. Ani ti besoj nuk je dakord? Jo, unë do thosha hiqni make-upin edhe kaq. Është ai momenti që shikojnë në pasqyrë dhe lyen, janë këto që i marrin vëmendjen edhe duhet të jesh shumë i përqendruar në timon, apo jo? Siç e thatë dhe ju, kjo është stigëm, sepse siç një vajzë mund të shpërqendrohet me make-upin, ashtu një çun mund të shpërqendrohet me telefonin. Unë nuk mendoj që duhet ta kalojmë në planin e gjinis ose seksist. Njerëz jemi të dyja palët. Për mendimin tim është shumë e gabuar të thuash që një vajzë është e prirur mos të drejtojë mjetin mirë, sepse si çdo gjë tjetër i drejtuari mjetit është eksperiencë në kushtet e transportit rrugor. Pastaj kur dalim ke garët dhe kjo pjesa prapë edhe ajo është talent. Por kjo pjesa është eksperiencë dhe përgjegjësi. Nuk e di Indri çfarë mendimi ka, por unë kështu mendoj. Normalisht unë ndaj të dyja. Të esurit në rrugë normale, pra të qenit shofer dhe të qenit pilot janë dy gjëra të ndryshme. Të qenit shofer ka përgjegjësi mbase edhe shumë më të madhe, sepse nuk e ndor vetëm veten tënde, por e ndor edhe çdo njeri që ke pranë, më kupton? Në pistë neve i themi suksese me jetën, vazhdo punën tënde, e gjithsecili e ka në dorë jetën e vet, veten e vet. Por në rrugë, domethënë njerëzit i ngatrojnë pak punën, sepse marrin pjesën e pistës, pjesën e sportit dhe e kalojnë në rrugë. Domethënë bëjnë ca manovra që i duket kush e di se ça, ndërkohë që nuk janë as pak përveç se të Ndërkohë, ju mendoni që shqiptarët janë shoferë të këqinj në rrugë flas? Duke vazhduar linjën logjike të mendimit të Indrit, kryesisht Ballkani, sepse themi atë që kemi lëvizur tashmë. Po në Shkup për shembull prap ka shumë diferencë. Edhe Prishtina ka shumë diferencë. Edhe Prishtina ka shumë diferencë. Kryesisht Ballkani dhe çfarë janë më të prirura ndaj kulturave orientale, për shembull unë kam qenë në Marok, kam qenë në Stamboll, është është living hell kur e krahason me Tiranën. Por duhet të thënë që Tirana nuk hecin mirë njerëzit, janë gjithmonë atë i në rush, janë atë nxitimin, kanë atë egon që unë i pari të futen, presin rrugën, shpeshherë nuk i zbatojnë rregullat e qarkullimit dhe e gjitha kjo vjen për dy arsye thelbësore. Një është që nuk kanë kulturë të ngarit, duke i hyrë dhe gangrenës vjetër që ne e dim, nuk po them që mund të jetë ky rasti konkret akoma, por që të gjithë e dim problemin se si janë marrë patentat në të shkuarën, miku, pra koncepti Ballkana, si nepotizmit i mikut. Duke vazhduar argumentin logjik të Indrit, të gjithë njerëzit ta Indri ju duket vetja sikur janë në pistë. Pra këtu është një problem i madh parimor, duke qenë se ne kemi pasur abstinenca të mëdha në kulturën e motorsportit, dhe apeksi kësaj është mungesa e një piste. Ndodhi kjo, do dalin çuna të rinj 18-19 vjeç me lekë të babit, me lekë të vet, as ka rëndësi, që bien mjetet mira 600-700 kuaj. Këtu më rri, një studim tregonte që makinat e shtrenjta, ata shoferët që kanë makinat e shtrenjta, ecin më shpejt dhe i thyen rregullat e sinjalistikës rrugore. Këtu pra është ajo ideja që nuk ka një kulturë bazike motorsporti, dhe për mendimin tim një njeri që merr një mjet 600 kuaj si mjet parë ose si mjet dytë është një min me sahat, sepse ai mjet
imagjino ne me mjete shumë të thjeshta se aq dhe prapë është shumë e vështirë, sidomos kur ke pasionin brenda, të mbash veten, që mos hecësh shumë. Imagjino kur ti ke një mjet që e bën 0-100 për 2.5 sekonda. Kështu që po, domethënë ai 2.5 sekondë që është je në dorën e fatit, se nuk i dihet se si merr makina. Logjikisht është e thjeshtë ta thuash që po marr makinë shpejt, por ka shumë gjëra që lidhen dhe njerëzit kanë një problem shumë të madh. Duke qenë se ne kemi mungesë kulture, ne nuk dim se si sillet një makinë në kushte të veçanta. Ne kemi mësuar aq sa kemi provuar, mirë po kur vjen një rast që ti nuk e ke përjetuar më përpara, të del jashtë kontrollit dhe ndodhin këto që ne shohim për ditën e lajme. Por le të ndalemi pak këtu dhe le të kulturohemi pak. Na flisni pak për disiplinat që gjejmë brenda Illyrian Motorsport. Illyrius, më fal. S'ka problem. Disiplinat neve kemi prekur që në fillimet tona, kemi prekur disiplinat që janë më të thjeshta për të realizuar në Shqipëri, si kartingu, që është me go-kart, besoj se që të gjitha e kanë prekur të paktën një herë go-kartin. Më pas kemi garat malore. Garat malore janë në kushte normale, domethënë në rrugë të thjeshta, si për shembull rruga Sari Saltikut, rruga Krabës apo tjera. A kemi në terrenet e duhura për të zhvilluar këto gara? Ne kemi super rrugë të bukura për të bërë këto lloj garash. Ne e vetmja gjë që na mungon është kultura. Edhe neve, po të kemi edhe kulturë, neve bëjmë gara aq të bukura sa të rreshim vëmendjen e të gjithë kampionateve europiane, të gjithë pilotëve ndërkombëtar, domethënë ne kemi çdo gjë që duhet për të bërë diçka të tillë, përveç kulturës. Kjo na ka lënë këtu ku jemi. Pastaj kemi disiplinat e dragut. Disciplina e dragut me sa duket është më e preferuara në Shqipëri dhe në Kosovë. Disciplina e dragut është ajo që ne kemi parë gjithmonë nëpër filma, që janë dy makina paralel me njëra tjetrën dhe nisen për 400 metra kush e bën më shpejt nga tjetra. Kjo është disiplina më e preferuar në Shqipëri dhe fatkeqësisht të disiplinë zbatojnë edhe në rrugë publike. Fatkeqësisht. Por me makina të gabuara, më thënë neve fusim për garë furgona, kamiona, çat na dali përpara, mjafton të ketë 4 rrota dhe u burra bëjmë garë. Nga ana tjetër Ani me Speed Hunters Albania janë një tjetër qasje që është më lifestyle apo jo? Si që tha dhe Indri, çunat e Ilirës janë shumë të fokusuar edhe programit që ata bëjnë YouTube, quhet Racing in Focus, ndërsa Speedi është më shumë ke pjesa e lifestyle-it dhe sigurisht mbulon çdo informacion dhe lajm të ri në lidhje me automotorsportin dhe mbështet të gjitha iniciativat e motorsportit, duke filluar që nga motorat, që nga garat. Sigurisht që ne jemi pjesëmarrës në gara, ndoshta çunat janë më specifik se bëjnë marshallin, po dhe ne kemi organizuar gara drifti, karmic e tjera. Ideja është kjo, pra ku përputhen mendimet tona, që në fund të ditës ajo çfarë ti bën në timon të çon ose jo ty në shtëpi, ose atë robin tjetër që ti rrezikon jetën. Kështu që ti lëm kalamandiqet, ti lëm të hecurat me 100-150 në unaz, do të hecësh, nuk po them mos hec, se do ishte super hipokrizi po ta them unë ose Indri këtë gjë që ne nuk e shkelim limitin, sigurisht që fol për vete. Sigurisht që kemi pasur momente dhe raste që kemi shkelur. Sepse ka rregulla edhe në këto që bën ju gjithsesi. Patjetër, pra. Dhe kur respektoni ju, pse të mos e bëjmë një njëjtën gjë edhe në rrugë? Ajo çfarë doja unë thosha dhe si thua një porosi nga unë dhe si përfaqësues i Speedit është që ecni me kujdes, hecni aty ku është për të ecur, mos e lini adrenalinën t'ju marrë mendjen edhe atë eksitimin e momentit. Mos ngatroni rrugën e garës me një rrugë. Ne fatkeqësisht unë këtu dua të më shoj shumë, jo pa arsye. Na duhet një pistë, na duhet një facilitet, na duhet një kod rrugor në radhë të parë, sepse neve kemi pasur raste skandaloze që kanë qenë close track, pra në një moment merr leje nga policia, nga instancat e caktuara, mbyll rrugën, gara e Krujës, mbyll komplet rrugën me policë në fund dhe në krye, dhe ka ndodhur një aksident, se është motorsport, siç e tha dhe Indri, aty në atë pjesë ti ke në dorë jetën tënde. Por rreth thyve gardrelin, vdiq që ti nuk vdes njëri tjetër, larg qoftë. Është përplasur, ka ndodhur aksident dhe ka ardhur policia dhe ka bërë konstatim proces verbal, duke vënë gjop si një aksident rrugor, që është skandaloze, domethënë, po jo, po ne nuk mund ta kalojmë këtë sepse nuk ka legjislacion. Kështu që kjo pjesa duhet parë, 1 legjislacioni, 2 duhen fonde, nuk dua të përmend emra instancash ose organesh kompetente të cilat duhet të sponsorizojnë një program të mirëfillt
ndërgjegjësimi mbi sigurinë rrugore dhe motorsportin dhe pista. Çfarë doja të shtoja unë në fundit është që neve kemi edhe një problem që ne nuk pranojmë të marrim mendime nga dikush tjetër që mbase ka pak më tepër eksperiencë. Pra kur ne themi o burra suluni tek këto gara zyrtare, tek këto gara legale, ne themi jo sepse ç'a jeni pilota, sepse ne bëjmë gara në rrugë këto tjera me radhë. Kjo është një problem shumë i madh sepse herën e parë që ti i futesh një gare zyrtare, një gare siç është për tu bërë, atëherë ti ndryshon komplet mendimin. Ndryshon komplet botkuptimin e të ngarit të makinës, si pilot, si shofer. Neve kemi qenë e pranojmë. Kemi qenë ata në vitet e hershme që na dukesh e vetja pilota në rrugë, ndërkohë që në momentin e parë që hyn në gara zyrtare, aty u bëm njerëzit që themi se pari duhet të kuptojmë diferencën, kush është piloti dhe kush është shoferi, dhe duhet të kuptojmë edhe terrenin ku duhen bërë këto gara ose nuk duhen bërë. Dhe diçka të fundit Ani, siç e tha dhe Indri, meqense ne kemi qenë të vegjël në 2000 Live from Tirana.